Mendoj që Izraeli përfitoi shumë nga situata e krijuar, jo vetëm në rripin e Gazës dhe me Palestinën, se dhe kjo nuk është nuk duhet marrë e veçuar, por duhet marrë në lidhje, por nga ana tjetër dhe me goditjen që i ka dhënë 3 hëve që janë Hezbollah, Hamas edhe Houthit në atë rajon, por edhe milicit pro-iraniane në Irak edhe në Siri, ku Izraeli ka pas dorë të lirë për të vepruar deri tani, dhe mendoj që Izraeli do të mjaftohet me arritjet e deri tanishme, aq më tepër që Izraeli, duke pas parasysh që ka një qeveri si kush të ekstremit të djathtë, por nga ana tjetër edhe që do të hyjë në zgjedhje parlamentare brenda në vjeshtën e këtij viti, kështu që ndaj dhe Netanyahu po përpiqet ta shfrytëzojë në maksimum situatën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në radhë parë, për interesat e veta politike, në radhë parë, sepse nuk duhet të harrojmë që kryeministri Netanyahu ndodhet në procese gjyqësore dhe mendohet që me largimi nga detyra do të penalizohet. Së dyti për partinë që përfaqëson, pra për të rifituar zgjedhjet e tjera, dhe së treti që të përgatisi një fushat elektorale triumfuese, ku natyrisht do të reklamojë të gjitha këto arritje në fushën në rajonin e lindjes mesme, ku Izraeli në një farë mënyre ka arritur objektivat e veta dhe mendoj që duhet ta mbylli këtu, sepse përndryshe pastaj çdo gotë e mbushur plot fillon të derdhet. Edhe Fundi kjo zdihet. ka efekte negative, efekte negative jo vetëm për Izraelin në vetvete, por në radhë parë edhe për situatën gjeopolitike të rajonit dhe veçanërisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse del si një partner i pabindur dhe kjo nuk i shkon as Izraelit në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por as Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht presidentit Trump. Ambasador Gjoka, është herët apo duhet presim fundin e 60 ditëve në Zvicër për ta bërë pyetjen edhe për të qenë edhe më të drejtë për drejtë edhe me analizën se kush fitoi në këtë histori, Irani, Amerika apo Izraeli? Natyrisht që duhet pritur deri në fund, sepse rrjedha e ngjarjeve mund të marrë drejtime të ndryshme, mund të ketë ulje ngritje dhe veta, mund të ketë retorik politike, po mund të ketë edhe në një prishje të marrëveshjes aty këtu, edhe do duhet po prap kohë, por unë mendoj që i fituari në këtë drejtim është Izraeli. Izraeli jo vetëm që në një farë mënyrë e detyroi Iranin që të heqë dorë nga armatimi bërthamor, pra pasja një arme bërthamore që do të ishte një kërcënim jo vetëm për Izraelin, por për të gjithë botën, sepse dihen politikat e Iranit, dhe nga ana tjetër që Izraeli e përdori situatën dhe për të luftuar dhe proksit e Iranit në rajon, kryesisht Hamasin e goditi ndjeshëm në rripin e Gazës, por veçanërisht Hezbollahun, se Houthit nuk janë shumë të rrezikshëm dhe nuk kanë, si thuaj, shumë përmasa kërcënuese, po Hezbollahu po, sepse Hezbollahu përveç se krahut ushtarak ka dhe krah politik në Liban, pra drejton pushtet në Liban, është pjesë e qeverisjes. Kështu që në këto kushte Izraeli është i ndjeshëm ndaj situatës në Liban, vend fqinj dhe natyrisht ka marrë goditjet e erëpasishme nga ana e Libanit, nga ana e Hezbollahve. Prandaj mendoj që Izraeli është më i fitueshëm, natyrisht është i fituar dhe komuniteti ndërkombëtar, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë prirë të luftë, por megjithatë jo me objektiva madhore të realizuara. Objektivat madhore të realizuara do të shoqëroheshin edhe me ndryshime demokratike brenda Iranit, për faktin se aty ndodhet regjimi Ajatallahve, që është një regjim obskurantist, është një regjim ta themi antidemokratik, që ushtron trysni, presion ndaj popullsisë vendase dhe që e ka ndërtuar pushtetin mbi veprime ushtarake, mbi veprime bullizuese, mbi veprime diktatoriale, kështu që do të ishte fitore nëse do të arrije edhe ky, si thush, objektiv kryesor, duke pasur parasysh që Irani ose iranianët
janë një popull me kulturë, me një kulturë të lashtë, kultura persiane, kanë qenë qytetërimi një nga qendrat e qytetërimit ndërkombëtar dhe mendoj që dhe duhet i jepnin shumë zhvillimit, jo vetëm rajonal aty, por dhe zhvillimit ndërkombëtar në përgjithësi.